Përshëndetje, sot do ju tregoj se çfarë kam marrë unë çantë këtu tek plazhi. Ky është produkti numër 1 që më ka shpëtuar jetën, sepse u dogja dhe përdora për lëkurën. Është aloe vera geli. Këtë, siç e dini, është për antidjersën. Ky është kremi për fytyrën, që unë me thënë drejtën nuk i përdori asnjë kremrat, por këtë produkt do ta përdori sepse ka aloe vera gelin, ka aloe vera mesa brenda. Tjetër, me që kam mbaruar probiotikun, tani do të përdori Forever Garciksime. Garciksime do të thotë, do me thënë, është hudra me trumzën. Janë të futura bashkë ekstrakti vaj të hudrës dhe vaj të trumzës janë futur këtu tek ky produkti këtu, kjo kapsula vogël. Dhe për gjithë ato që e kanë inat, do me thënë, dhe nuk e durojnë aromën e hudrës, kjo kapsula këtu e mban ekstraktin e vaj të hudrës dhe aroma hapet kur e pi produktin, do me thënë hapet në brendësi të organeve tona, në stomak e kështu, dhe ty nuk të bezdis aroma. Tani për jashtë po lajnë kalamajt me tek pishina. E kështu, tjetër se qa mora, e përdora dhe këtë është aloe body wash për tular. Mora dhe këtë aloe body lotion. Edhe kjo ishte shumë e mirë, një krem hidratant për trupin kjo. Këto. Por do të them që jetën më shpëtoi aloe vera geli, që është gel. Është ky geli këtu, që mua më shpëtoi nga djegja e lëkurës, që e përdora në lëkurën time që u dogja. Ti na kanë me. Qa të dojmë? Ja, ndodhin këto. Kjo ishte dhe çanta ime. Që unë asnjëherë nuk kam marrë në jetën time kështu çanta me kremra, me gjëra, vetëm gocat përdorin, unë si përdor asnjëherë në jetën time. Tani më shani apo jo, unë kështu jam. Nuk kam besim shumë të kremrat industriale. Ciao!